Te mesazhin dua ta bëni share, comment, like sa më shumë, sepse do të them diçka që pse Edi Rama po e promovon këtë mbylljen e mikrofonit, që ta kuptoni edhe ju që keni ra në mashtrimin e Ramës, me të drejtë apo pa të drejtë, apo me qëllim apo pa qëllim. Sot kishte nxjerrë që një i dënuar në Belgjikë e tjerë pas ka fol mikrofon. Kjo tregon fiks atë që ne po mundohemi me bë, që aty të flasë gjithkush, ma edhe të dënuar që kanë shly dënimin, kush ja u heq drejtën me fol mikrofon. S'po i heqim drejtën e votës, edhe po i hiqemi drejtën me fol mikrofon. Tani t'ju japun një kundërpërgjigje që ta shpërndani sa më shumë, edhe mbesoni që do t'i nxjerr me emër edhe pse ca i kam shok. Ne jemi popull i thjesht aty që s'kemi asnjë akses në dokumenta, informacione tjerë, dhe po lëm njerëzit të flasin lirshëm. Po te podcasti i Ramës, kryeministrit të Shqipërisë, që ka të gjithë dhënat e Interpolit, policisë, informacione sekrete, shikur, ku diun. Si ka mundësi që kanë fol disa të dënuar për drogë, që kanë marrë dhe fonde pa fund. Tani, si thoni ju, duhet apo nuk duhet ai mikrofoni? Se vetëm Rama po thot nuk duhet. Shpërndajni sa më shumë edhe sonte më shumë. Ka dhe surpriza sonte. Ore, po na thonë që ka ardhur fuga nga Indonezia, edhe po na bën PR-in e ri të Ramës për çfarë proteste. Tani kemi informacione që ky fuga ka vjedhur ca lekse. Kot nuk ka ndenjë aty, e kupton? Se i dim edhe ne ca informacione. Po për të qenë edhe më të saktë, ju lutem, kush ka informacion na çoni edhe pranë redaksive, që mos thoni jo po janë nisëm Genti me vëmendje. Mund t'i çoni edhe te këto redaksitë e lajme, portalet e tjera, gjitha vjedhjet e fugës dhe familjes fugës, që me që ka ardhur për të na përçar, edhe ne ta çojmë atje te veni. Dosjen e firmos unë nëse keni frikë, kështu që pa merak. Sot edhe më shumë mos harroni.